Partinë Demokratike të Kosovës, Visar, kush janë? Këtu, do në zemër për mu ka qenë pak më vështirë me bollëqën. Me që shumë njerëz që kisha pas fort qef mi pa në kuvend, po mesin jashtë, unë uroj që ata kanë me hi, se natyrisht që ka me pas shumë më shumë deputet Partia Demokratike e Kosovës, po këtu nuk ki tjetër pos me fillu me Vedri Hamza. Jo vetëm që është kryetari i partisë, jo vetëm që është numër 1 kandidat për kryeministër, po mendoj që është një prej politikanëve sipas meje, gati se më të mirë që ka Kosova në maturinë edhe konfidencën që e transmeton. Pra kur flet Vedri Hamza për gjërat që i flet, ky ta mush mendjen se po dim për çka flet edhe dim për çka flet. Se Vedri Hamza nuk se kom pa kur që hin tema që si një. Çato që prandaj flet më shumë për ekonomi, për zhvillim, për qeverisjen, institucionet, se këto i njeh mirë se ka përvojë, domethënë gjatë edhe ka punuar në forma ndryshme, në kapacitete ndryshme. I dyti që është shumë i rëndësishëm për mendimin tim në PDK është Urani Ismaili. Urani Ismaili ka një rëndësi të veçantë në Partinë Demokratike të Kosovës për shkak të angazhimit dhe aktivitetit të tij në mjedis politik që nuk ka qenë fort miqësor për PDK-n siç ka qenë për shembull Prishtina, dhe ky ka arritur dorën zanë me bën një mrekulli në Prishtinë. Edhe unë ja shoh fushatën tash që është ka e bën, e ka një fushat gjithë atraktive edhe targeton shtresa shoqërore të cilat PDK-ja nuk i ka fort të, si me thonë, pjesë të elektoratit. Për shembull, i targeton Triti, targeton. Mendoj që kjo është e dobishme për partinë, me që ka potencial me sjell votë të re përveç asaj që ekziston tashmë në PDK, kështu që Urani Ismaili. Po ashtu një gjë që duhet me përmend për Uranin, se e kam pasur që shpesh ja bojnë si vërejt, Urani Ismaili e ka pasur edhe vazhdon ta ketë një angazhim jashtëzakonisht dobishëm për procesin në Hag. Është pjesë e ekipit të Kadri Veseli. Zotit Veseli. Vlora Qitaku po ashtu, një domethënë për mu diplomat e shkëlqyer edhe politikan jashtëzakonisht e mirë dhe e dobishme. Për Parim Grudën, nuk mundesh me shmang, siç nuk mundesh me shmang as Albin Mustafën, me të dy janë edhe profesionist, edhe shumë të eloquent, edhe kam pas një paraqitje jashtëzakonisht mirë për Partinë Demokratike të Kosovës. Besa Kabashi Ramaj është pak për mendimin tim e dhimbshëm me thonë kështu që nuk kemi pas kuvend funksional që me u pa, domethënë, vlera e saj dhe performanca e saj profesionale, por megjithatë kam shumë besim që kjo do të jetë një deputet jashtëzakonisht e mirë. Eliza Hoxha, mendoj që domosdoshmërisht duhet të jetë në kuvend. Blerta Deliu Kodra, deputete prej që jëm hi unë në kuvend, kjo është deputete, kjo ka vazhdu unë mos jëm hi, edhe mendoj që ka një përvojë të jashtëzakonshme. Mirë me s'ka hin. Po, atëherë s'mendoj ashtu, po. Kuvendi ka hup një deputet mirë, po ne kemi fitu një analist mirë. Se do qoftë mendoj për Blertën, domethënë është jashtëzakonisht deputete e mirë, siç është edhe Ariana Musliu Shroshi. Edhe Ariana në një motë ka punuar në kuvend kur kom qenë në deputete, pastaj pa kalu në Partinë Demokratike të Kosovës, se ka një përvojë të jashtëzakonshme politike të jashtme. Pak njerëz e dinë, po kjo ka pas një rol shumë të mirë në grupin e deputetëve përfaqësues të Kosovës në Këshillin e Evropës, pikërisht në kohën kur flitej për antarësim në Këshillin e Evropës. Edhe e lash për fund që me adhon një paraqitje të veçantë, edhe pse nuk ka nevojë për paraqitje të veçantë, Aida Dërguti. Mendoj që kush do të vetëm PDK-n kish bërë shumë mirë me adhon votën edhe Aida Dërgutit. Ka qenë nënkryetare e kuvendit, ka përvojë të jashtëzakonshme politike, ka qenë ushtare e UÇK-s, është jashtëzakonisht e artikuluar, e arsimuar, kur gjë për veten nuk kërkon, kur nuk synon me shtyp bryla, me thon dalon e mos dalin të atjerë, domethënë është pruri e re në PDK, ka qenë pritur nga kryetari, edhe në fund e ka kërkuar numrin 107, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Pra, kjo është 10-shja e Visarit për Partinë Demokratike të Kosovës. Urimet e gjithëve, besoj që ata njihen mirë kur ju, Visar, jap një vlerësime të tilla, kështu që super. Shkojmë me PDK-n. Atëherë, nuk po du me zgjatë shumë, arsyetimet të shkurtra për secilin, e kam thënë e vazhdimsi, Vedri Hamza automatikisht ma merr votën në kuptimin e përfaqësimit të dijes, të pastërtisë që ka ky njeri. Fatkeqësia e madhe për këtë vend është që
me gjas ky popull, apo ne kolektivisht kemi nis kapak edhe mu halakat kështu, edhe po na pëlqen ma shumë zhurma se sa argumenti, ma shumë kusia se sa zhvillimi. Por megjithatë unë shpresoj që në një ditë kemi me u kthjell kështu në përgjithësi dhe figura si Bedri Hamzën me pas elektorati synim të përfaqësimit nga ta. Bedri Hamza, kudo që është ky, e ka, si me thonë, vlerësimin tim më të madhin. Dyta që kisha dashur me theksu, me që jemi të kjo pjesa e parë, është Vlora Staku. Për mu ma e mirë ka qenë si diplomate, se sa tash si deputete, por megjithatë nuk kam pas edhe shumë mundësi shumë me përfaqësu partinë qytetarët në Kuvendin e Kosovës. Për parim Gruda ka paraqitje fantastike, dija e tij është e konsideruar e solide, veçanërisht në çështje juridike. Më kujtohet një ballafaqim kuvend që ka pas me zotin Kurti, kur me argumente e ka demolu, absolutisht që e ka demolu. Arben Mustafa, një ekonomist i shkëlqyer, deputet për herë të parë ishte në këto zgjedhje, por që fatkeqësisht po shkojmë edhe një herë në zgjedhje, ta shohim. Se harrova me thonë fillim, të PDK-ja, unë kam një kombinim të trashëgimisë së PDK-s dhe të rinjve të PDK-s. PDK-n faktikisht e mon baza, e mon elektorati, sepse ka pas shpesh herë si tronditje, ndrim kryetarsh, shkuarja në Hagë, zotit Thasje, zotit Veseli, dhe prej tyne 3 kryetarë tjerë janë kogja tronditje edhe për elektoratin. Megjithatë, nga poshtë kanë vazhdu me majt mirë. Prandaj, General Rahman Rama për mua është njëra për figurave ma të mira që e kemi aty. Më pëlqen guximi i tij, dija e tij në çështje të sigurisë, kontributi që ka dhënë po ashtu. Kodrës kësaj Mërgim Lushtaku e theksoj, për shkak edhe të natyrisht punës që ka bën kuvend po edhe mënyrën se si ju ka qas pushteti vetëvendosjes familjes Lushtaku. Mënyra se si sulmohen, mënyra se si mundohen me i portretizu, unë mendoj që duhet me qenë kuvend Kosovës, sepse e dëshmon gjithmonë të kundërtën e akuzave që ja bën ky pushtet. Fadil Demakun, e vlerësoj, e kam mik. Unë natyrisht kisha veçu Sala Jasharin, si figura që janë vërtet të mira. Hajdar Beqen, e një, imi metë edhe kolegen, miken, Aida Dërguti. Uroj që ka me qenë në Kuvendin Kosovës, me u zgjedh deputete, shumë modeste, shumë e pastër, shumë parimore. Nga njëherë, njerëzit parimor nuk është që hecin shumë, megjithatë na duhet me i pas parasysh disa gjëra që në fund të fundit parimet kanë me mbizotru mbi gjithçka tjetër. Një kandidat tjetër që për mua është jashtëzakonisht i rëndësishëm me qenë në listën e deputetëve të zgjedhur të Partisë Demokratike të Kosovës është Lulzi Maliu. Ai është ekspert i energjisë, është për shumë vjet nënkryetari i komunës Ferizajt, bashkëpunëtor i kryetarit Agi Maliu, ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, kontribusi madh për çlirimin e vendit, është Lulzi Maliu. Lulin e një personalisht, është njeri me vlera, familjar, punëtor, i jashtëzakonshëm. Duke qenë se kemi të bëjmë me krizë energjetike, duke qenë se ka debatet mëdha për energjinë në Kosovë, atëherë unë sugjeroj që Zoti Aliu të votohet sepse i duhet Kuvendit Kosovës për të ballafaqu me krizën energjetike, për të ballafaqu me problemet që ka shkaktuar qeverisja e Albin Kurtit. Po ashtu një deputet shumë vjeçar, një
person që ka kontribu shumë për vendin është Ilmir Sica, po ashtu nga Ferizaj. Ilmir Sica, si njëri prej udhëhecëve të luftës së vendit, ka pagu pasojat mëdha për veprimtarinë e tij, i burgosur politik, i torturuar në burgjet e Serbisë. Zoti Sica mendoj që i duhet kuvendit Kosovës për të vazhduar kontributin dhe për të mbajtur një balans në PDK të figurave më të vjetra, po që kanë trashëgimi, dhe figurave të reja që janë të shumt në këtë listë. Nuk e kam këtu tash po Arber Gegen, po ashtu ja u rekomandoj njerëzve me votu. E kemi pas në këtë studio këtu, hera e dytë, pra ka fillu edhe të bëj përvojë, ka qenë shumë i mirë në diskutimin që kemi pas. Mos harrojmë, ka rrit për 2000 vota PDK në Suarek në garimin e parë. Pra këta janë njerëzit që unë kisha dashur me i pa në kuvend të Kosovës.